Kryeministri Edi Rama reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën qytetare, e cila zhvillohet prej pothuajse 4 javësh dhe kërkohet dorëheqja e kreut të qeverisë. Rama shpreh në postimin e fundit se nuk ka kundërshtime ndaj protestuesve, por ndaj atyre që, sipas tij, përfitojnë nga protesta për interesa të tjera. Nuk merrem me protestuesit, por me përfituesit, shkruan Rama, duke i cilësuar këta të fundit si persona që sipas tij veprojnë të shtyrë nga para e huaj, këneta e vendit ose të dyja së bashku. Ai pretendon se protesta e nisur për mbrojtjen e natyrës është devijuar nga individ që sipas tij përhapin urrëtie dhe synojnë destabilizimin. Në postimin e tij, kryeministri publikon edhe 2 fotografi për të cilat pretendon se paraqesin të njëjtin person, një në takim me ish-presidentin iranian Mahmoud Ahmadinejad, ndërsa foto tjetër në protest. Rama pretendon se personi në fjalë ka bërë thirrje për kryengritje kundër qeverisë shqiptare dhe ka shprehur mbështetje për generalin iranian Qasem Soleimani, i vrarë në vitin 2020. Kryeministri nuk paraqet prova të tjera që mbështesin këto pretendime përtej fotografive të publikuara në postim. Bëhet fjalë për protestuesen Iqbal Huduti, përfaqësuese e sektit Shia në Kosovë. Ajo ka udhëtuar nga Kosova drejt Tiranës për të mbështetur protestat që në ditët e para të nisjes së protestave, Rama drejtoi gishtin nga Teherani, duke theksuar se pas protestave qëndron pikërisht vendi të cilin kryeministri e ka akuzuar edhe për sulme kibernetike ndaj Shqipërisë. Postimi i Edi Ramës: mos u merr me protestuesit, jo asnjëherë me protestuesit, por me përfituesit patjetër. Përfitues të turlillojshëm, shqiptar pa dinë Asiman, shpirtra të korruptuar nga motive të dobta, patriot të shtjerur, aktivist të shtjerur, besimtar të shtjerur, që në teatrin e maskave të bulevardit i kanë nxjerr paraja e huaj, këneta e vendit, apo të dyja bashk. E kthyen protestën e nisur për natyrën në një ujidhes varanikësh që lovrin mes të rejave e të rinjve të mbetur, duke i lëpirë e pickuar njëkohësisht dhe duke shpërndar në çdo drejtim helmin e një urrëtie ndotëse për Shqipërinë. Shikojeni vetë 2 fotot. Është i njëjti personazh i ardhur me karvanin e diasporës së shtjerur, që në emër të Allahut predikon urrëtie, thret për kryengritje ndaj qeverisë së Shqipërisë, kërkon hakmarrje ndaj Amerikës për vëllaun e vrarë, kasapin e regjimit të Teheranit, generalin famkeq Qasem Soleimani, dhe personazhi në krah të saj është Ahmadinejad i Duravet, kryeshërbëtori famkeq i Ajatullahëve të Errësirës.